Në prag të sezonit veror, Pogradeci pritet të marrë një pamje tjetër për shkak të turistëve apo edhe aktiviteteve të ndryshme që pritet të realizohen. Sigurisht që pjesë e tyre nuk kanë si të mos jenë edhe artistët. Piktori Anastas Konstantini pritet të surprizojë këtë verë me 4 projekte me të cilat po punon sigurisht në pikturë dhe që shumë shpejt do të jenë të ekspozuara edhe për ardashësit. Ekspozita ime e fundit ishte një përmbledhje e krijimtarisë time, një lloj retrospektive e vogël. Unë në fakt jam duke punuar dëndur qoftë në drejtim të peizazhit, kam një seri peizazhe që po bëj nëpër Shqipëri. Së shpejti kam për të hapur një ekspozitë e cila mundet të hapet edhe këtu në Pogradec me natyra të qeta dhe me një teknik që quhet teknika e pastelit. Është një teknik mbi letër. Tjetër ekspozitë që unë përgatitem dhe kam të përcaktuar në Tiranë, do ta hap tek Galeria e Akademisë së Arteve. Është një ekspozitë me artin tim të kompozicionit, të një pikture e cila ka për bazë temat e shumta, por në një prirje shumë krijuese edhe shumë trill. Brenda saj ka edhe element të modernizmit. Kam në plan, madje mund të them që kanë filluar tashmë, dua të pikturoj disa fshatra të Pogradecit, pasi fshatrat e Pogradecit janë krejtësisht të abandonuara nga vetë fshatarët. Për fatin e mirë, ato janë jashtëzakonisht të bukura në atë peizazh dhe janë ende shumë natyrale. Po për fat keq janë të braktisura dhe pa interes. Ne duhet të mburemi edhe me trashëgimin ton periferike. Taso shprehet i shqetësuar në lidhje me aktivitetin e Pallatit të Kulturës, sipas tij nuk ka një agenda apo një program konkret mbi aktivitetet që zhvillohen dhe duhet të zhvillohen në të. Megjithatë, ai ka një shpresë për rigjallërimin e tij diku. Unë vërtet jam menaxhoj edhe Galerinë e Arteve, ose mirë them sallën e ekspozitave pranë qendrës kulturore. Por ndoshta është i vetmi qytet që nuk kanë agjendë edhe nuk planifikojnë atë programe dhe megjithëse këtu vera është shumë e pasur. Mandja mund të shifen nga këta që do të qeverisin sërish me qytetin tonë.